Ish efektivi Reneas Altin Morina, i cili u arrestua 2 ditë më parë, mbeti në burg pasi gjykata e posaçme shkallës së parë ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që ai është akuzuar për antarësim në një grup të strukturuar kriminal. Gjatë seancave gjyqësore, Morina ka refuzuar të japë ndonjë shpjegim para gjyqtares Flojera Davilli, duke i lënë hetuesit dhe prokurorët të merren me faktet e paraqitura. Morina ishte shpathur në kërkim nga SPAK për kultivim të drogës dhe aktiviteteve të tjera të palishme që ai dyshohej të ketë zhvilluar si pjesë e një grupi kriminal. Ai u arrestua nga shërbimet e komisariatit numër 2 në Tiranë, ndërsa ndodhej së bashku me një tjetër person, të cilit ende hetuesit po e marrin në pyetje për të zbuluar dhe për të zbardhur lidhjet e mundshme me Morinën dhe grupin e strukturuar kriminal. Po ashtu, gjatë operacionit të zhvilluar u arrestua edhe shoferi i mitit që transportonte Morinën, 25 vjeçari me inicialet EH, i cili akuzohet për përkraje të autorit të krimit. Në seancën tjetër është planifikuar për ditën e diel, e cila do të fokusohet në akuzën për mbajtje pa leje, pasi gjatë arrestimit të Morinës në posedimin e tij u gjet një armë e palishme. Hetimet për këtë rast vjojnë me intensitet e lartë me fokus zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal të grupit të strukturuar dhe për identifikimin e anëtarëve të tjerë të përfshirë.